e qoj në një grad që nuk me e merë të mendja, ekstreme. Shumë mirë, që duhet bëjmë me këta qene? Duhet bëjmë qenë ka që të rrezikshëm mirë? Sa do që i duam kafshët? Do të fillojmë nga fillimi, Ornela, se e vrasim qenin, se vrasim qenin. Nuk është zgjidhje të rrezikshëm, kush ajo zgjidhja? Nëse qeni bëhet i rrezikshëm për njeriu, ne jemi shoqëri njerëzore, nuk jemi shoqëri qenërore, më kupton? Që të ruajmë respektin e qenit. Ne do mbajmë një herë ta mbaroj në kuptimin e Nuk do ndërhyja. Shiko, me logjikën tuaj jam dakord, por nuk është se do ndërhyja se lejojmë ta mbaroj. Po, të lejoj patjetër. Dhe ne jemi njerëz në momentin, jo vetëm qeni, po kushdo na kërcënon dhe na prek fëmijën. Po. Patjetër. Jo vetëm jemi të detyruar, por duhet, pra duhet bëhemi gardë për ta mbrojtur. Tani, me normativat, me sa kam lexuar unë pyetja e parë që ti bëre, O zemra, çdo vend të botës po të kishte ndodhur kjo. po të them një gjë unë, që i dua kafshët. Qenin do ta kishin hequr Dhe një moment, lutem ta mbaroj. Qenin do ta kishin hequr qafe. Nuk është zgjidhja ajo. Jo, prit, po do marrim zgjidhje për çfarë? Jo, ne si shoqëri, ja ta them, ne si shoqëri nuk bëhemi dot alert në momentin që ndodhi gjëma. Ne duhet jemi të përgjegjshëm për ta parandalu. Dhe për ta parandalu, e para duhet këtë ligje të dënohet kushdo që mban një kafsh dhe e rrit keq. Edhe po kafsha është kafsh, tash është instinkt. Po dhe njëri kafsh me dy këmbë i paisur me arsye është. Po flasim për rastin konkret. Po qeni nuk e ka arsyen, se nuk Qeni nuk e ka arsyen. Po shiko pra. Jo pra. Prandaj si Ka shumë arsye se një njeri. Ai të kënaq. Në rastin konkret, shiko, në rastin konkret, pa diskutim, siguria jo vetëm e fëmis, po e çdo njeriu. Por edhe një njeriu në qoftë se kërcënon fëmijën, po patjetër. Njeriu është i përgjegjshëm kur reagon. Kafsha reagon në bazë të instinktit. Dhe personi që e mban, duhet të jetë i përgjegjshëm, sepse fillon, a janë të aftë ta njerëz kur marrin një kafsh ta mbajnë me dashuri, se ti ke njerëz që e marrin për mod, e rrafin, e godasin, e bëjnë të egër, e lëshojnë. Se kështu moda me të rraur, Po kështu pra. Pra fillon nga njerëzit që e mbajnë. Fillojnë nga njerëzit, jo kur ndodh gjëma, parandalimi e bën gjën. Magi, pasaj e kalojmë te debati. Si zbatohen edhe sa të përgjegjshëm janë këta njerëzit që Do doja edhe unë pastaj të mbaroja një mendim. Pastaj. Unë nuk